Këtu jemi pra për të përuruar një qerdhe për fëmijë dhe unë besoj që kjo është investim edhe për të tashmen edhe për të ardhmen. Falenderoj të gjithë prindrit dhe edukatorët. Shtesat për fëmijë, shtesat për nënat lehona, mbështetja financiare për gratë, për familjet në përgjithësi, në mandatin e ardhshëm ju e dini që përveç që do të ndërtojmë qerdhe, e do të vazhdojmë të përmirësojmë mirëqenjen e familjeve, në të njëjtën kohë do të japim edhe mbështetje për gjyshërit dhe për gjyshet, të cilët do të kujdesim për niprit dhe për mbesat, 100 euro mbi pensionin bazë që ata marrin, me qenë se të gjithë fëmijët nuk jenë vetëm antarë të familjeve, po dhe qytetarë të Republikës, për të cilët shteti jonë Republika e Kosovës me qeverin tonë do t'ju dalë për herë në ndihmë dhe atë gjithë një më shumë. Konsiderojmë që mungesa e kujdesit shtetëror për më të vegjlit dhe për gratë ka ndikuar në këtë gjendje që kemi sot, po jam i bindur që masat të cilët kemi filluar t'i marrin në këtë mandat e do t'i bëjmë edhe më të mëdha, edhe më të lartë në mandatin e ardhshëm, do ta ndryshojnë këtë gjendje. Mos harroni, për 17 vjetë, qeveritë e mëhershme, 4 qerdhe në krejtë Kosovën. 17 vjetë, 4 qerdhe. A dini çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kanë pas më pak se 1 qerdhe në mandat. Ata para neve më pak se 1 qerdhe në mandat, sepse për 17 vjetë, 4 qerdhe. Atash me ministrin Arbije Nagopci, me kryetarën e komunës Qemal Aliu dhe kryetarët e tjera të komunat të cilët i kanë mirëpritur ofertën tonë për qerdhe, i kemi 65 qerdhe për 4 vjetë, ose të ndërtuara, ose në ndërtim e sipër, ose të tilla të cilët janë adaptuara objektet ekzistuese. E tash, më falni se pas kam bërë një gabim, nuk qenë kanë 65, po ministri apo dhëtë 73 ka shku nëmbër. Ju kërkojmë falje. Bashkë me kryetarin Dr. Qemal Aliun dhe me ministrin e arsimit Arbije Nagopcin, kemi qenë këtu me 20 tetor 2023, kur e kemi vendosur gurthemelin dhe 2 vjetë minus 18 ditë e bëm përurimin e një pune të realizuar me sukses, me standardet larta për kushte moderne. Gëzuar dhe urime gjithë. Jam shumë e lumtur që po inaugurojmë sot bashkarisht këtë objekt që do të ofrojë mundësi për më shumë se 70 fëmijë dhe familje, prej ku do të fillojnë hopat e parë në rrugën e tyre të gjatë drejt dijes. Përgëzoj kryetarin Qemal Aliu për punën e bërë gjatë këtij mandati dhe për mundësinë e bashkëpunimin e jashtëzakonshëm që kemi pasur. Vetëm në përmirësim të infrastrukturës arsimore, Qeveria e Republikës Kosovës me këtë mandat të kryetarit Aliu ka investuar afër 8 milion euro, duke ndërtuar qerdhet e reja, sallat edukatës fizike, kabinete laboratore dhe duke krijuar mundësi më të mira për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve. Sot është ditë e lumtur jo vetëm për këto 3 fshatra, por për gjithë qytetarët e komunës Shtimes, sepse institucioneve të dijes dhe të arsimit po i bashkohet edhe një institucion i mirëfill dhe bashkohor siç po e shohim këtë qerdhe. Ashtu siç jemi zotu, arsimi, dija dhe puna do të jenë prioritet, kanë qenë dhe do të jenë prioriteti yni. Dhe në kuadër kësaj, nga një qerdhe ne po shkojmë drejt 6 qerdheve, 2 në qytet dhe 4 qerdhe në të 4 anët e komunës Shtimes, ku arsimi edhe edukimi parashkollor do të zgjidhet përfundimisht dhe secili fëmijë që do të lindë në komunën Shtimes do të ketë mundësi të edukohet në qerdhe publike edhe pa kosto. Unë të gjej rastin me falenderu kryeministrin Kurti, po edhe ministrin Arbije Nagopci për mbështetjen e vazhdueshme që na kanë dhënë neve si Shtime, e juve bashkëvendas, qytetar, prindër të ri, mi uru për këtë objekt të dijes, me shpresën që çdo ditë do të kemi punë të mbara të mira sikurse kjo. Urime, e gëzofshim bashkë, faleminderit shumë.